Ajsi, ty atë ka ndryshu fama? Me thënë të drejtën, nuk kam ndjerë ndonjë ndryshim për shkak se kam vendosur unë të vazhdoj të mbaj jetën private. Dhe më thënë, unë mbarova emisionin këtu dhe jeta ime vazhdoj po njësoj. Nuk është se ju përkushtova shumë rrjeteve sociale, medias, më kupton? Prandaj dhe unë ngela aty ku jam, se nuk e doja këtë humbjen e privatësisë. Por pa tjetër që të ndikon. A njeh njerëz të cilët i ka ndryshu fama? Po, njoh. Pa tjetër që njoh. Ndonjëherë fama, unë mendoj se është forcë e dyfisht. Ndonjëherë ka dhe anën e vetë pozitive, sepse pa tjetër që ti ndikon njerëzit e tjerë, i frymëzon për gjëra të mira, mund ta përdorësh famën dhe për kauza humanitare. Po, pjesa më, domethënë varet. Do flasim më vonë se kush ka zhgënjye, kush jo. Prej të famshëmve. Violet, ti ke pas përvoja me njerëz të cilët i ke mbrojt? Me VIP kum pas përvoj, po njerëzit i ndryshon shumë fama. Ka do që i ndryshon për të mirë, po ka edhe do që i ndryshon për të keq. Po du të mi ditë me menagju. Kryesisht sa përqind e njerëzve që i ke taku, ti për shembull i ke taku për punë ose i ke taku në një mënyrë private, të ka ra puna mirastisë, mos me punu me ta, por mirastisë, çfarë dallimi kanë kur i shef në televizion edhe kur i shef live? Kanë dallim bajgit madh, për shkak se në televizion janë krejt ndryshe, po kur ti shesh live janë krejt ndryshe. A jam rronë nërta? Jo, ti je shumë i mirë. Respekt, nuk kum pas gjithmonë për ty dhe do ta kem. Paton, si të duket ty, a i ndryshon njerëzit fama apo jo? Po, menoj se po, i ndryshon njerëzit fama, edhe pse njeri ma shumë është ka karakterin e vetë, edhe menoj se fama janë nxjerr karakterin e ti jashtë ose të saj. Po më varet tash ka njerëz që edhe ndryshojnë, po ka njerëz edhe që nuk ndryshojnë. Ka njerëz që janë qyshen njëtën reale, janë edhe njëtën publike. Për shembull, kush është ai që është i njëjtë si njëtën reale si publike? Pyetje e mirë, edhe pse tash për momentin nuk po di. Një shembull që Antigona, se kështu thonë, është Valoni që kum njoft. E shumë nashta tjerë që nashta për momentin s'po më kujtohen, që janë shumë thjesht edhe janë si njëtën publike edhe njëtën reale. Po tash po flas kur ki famë, po folëm për famë, njerëz që janë shumë të famshëm, është normal se ndryshon shumë jeta. Për shembull, kum pa raste kur për shembull dikush i famshëm e ka shtyr një tifoz të vetin ose një fans të vetin, e tash ai ka ardhur çatë me ata fans të vet. E tash fama e ka rritë, se kanjëherë është fama din me kon kanjëherë edhe e keqe. Po, unë mendoj se të ndryshon.